Dita e verës u festua sot më 14 mars edhe në parkun kombëtar Divja Karavasta, ku dhjetra familje dhe vizitorë nga qytete të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa orë relaksi mes natyrës dhe ajrit të pastër. Atmosfera festive është shoqëruar me muzikë dhe aktivitete të ndryshme në ambientet e parkut, ndërsa vizitorët kanë shijuar shëtitjet në pyllin e pishave dhe freskinë që ofron zona turistike e Divjakës, dhe më pas kulinarinë e lokaleve të zonës së plazhit. Gjatë ditës së verës këtë të shtunë është regjistruar një fluks i konsiderueshëm vizitorësh, ndërsa për mbarvajtjen dhe sigurinë e tyre kanë qenë në gatishmëri strukturat e policisë së shtetit, policia bashkiake, si dhe shërbimi i urgjencës me ambulancë. Sipas autoriteteve, situata ka qenë e qetë dhe pa incidente, ndërsa parku kombëtar Divja Karavasta ka mbetur një nga destinacionet më të preferuara për të festuar ditën e verës në natyrë. Parku, i cili vetëm në muajt e parë të vitit 2026 është vizituar nga mbi 20.000 turistë vendas e të huaj.